Google apo ku e ka bërë dhe i thoshte jo nuk do shkosh sa atje është vendi pa sigurt. Imagjinoni tani. Imagjinoni investor ta më thopë. Asnjë investitor i huaj nuk vjen. Serioz. S'mund vijaj. Se s'konkuron dot me asgjë për arsye se kontejnerët me euro shkatrojnë çdo konkurrencë këtu. Rrogat, trajtimi do t'jenë përparësi e madhe. Do t'jenë përparësi e madhe për policinë e shtetit dhe për organet tjera të zbatimit ligjit. Edhe për shërbimin e informativ vetë kuptohet. Nuk mund të ketë shërbim informativ drejtues, një drejtuese e cila është karkue për dyshime shumë të forta nga qeveria e vendit vetë. Dhe për ato dyshime merret dhe emërohet në krye të shërbimit informativ kombëtar, pikërisht për ato dyshime. Në Brotherhoodin Vučić-Rama. Dhe me këtë rast ju bëj thirrje të gjithë punonjësve të shërbimit informativ të distancohen nga çdo veprim dhe inkriminim, nga çdo politizim në interesin më të mirë të tyre dhe të vendit të tyre. Se ajo me datën 13 janbar nuk është më. S'mund tjetë, sepse ajo s'mund të emëroj kur në të detyrë. E shkarkuar nga qeveria e vetë për dyshime shumë serioze, bashkëpunime dhe të tjera. Vjen dhe merr me porosit Vučićit drejtim në shërbimit informativ kombëtar. Rrogat do rriten progresivisht të gjithë punojësve të policisë, veçarisht të niveleve të inspektorit, komisarit, në mënyrë që të ngushtojmë ndekun e madh që është krijuar dhe në polici midis rrogave të larta dhe rrogave të ulta. Nuk është ky koncept në botën e lirë, në botën e qytetëruar. Jo, është tjetër. Midis presidentit Republikës, presidentit Shteteve të Bashkuara dhe rrogmesmit ekzistojnë gjithsej 4 herë diferenca, maksimumi 5, asnjëherë më shumë. Kurse këtu është 10 herë, 11 herë. Kjo situatë merr fund. Ju do pajisni me teknologjinë më moderne, me mjetet më të mira, më të domosdoshme për të bërë ligjin dhe vendosur rendin dhe sigurinë. Do aftësoj dhe do keni çdo mbështetje për të përballë me krimet e reja, me cibernetike dhe llojet e tjera të krimeve të cilat zhvillohen gjithnjë në kushtet e reja. Bindja ime është se shpejt, me shpejtësi, do të shemim narkoshtetin. Do të rivendosim shtetin ligjor. Dhe brenda një kohe rekord do të vendosim para ligjit të gjithë ata të cilët ndërtuan këtë shtet, këtë antishtet, apo këtë shtet droge dhe krimi i pari dhe i vetmi në Europë. Shteti ligjor është kushti i gjitha kushteve për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ju do jeni partner të të vendeve partner të organeve ligjzbatuese të vendeve partnere. Dhe do shndroj një lloj siç ishit. Në institucion të fuqishëm, me kontribute të mëdha në procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Ishte puna juaj e shkëlqyer, para zgjitha është puna juaj.
që bërit mundur liberalizimin e vizave. Ishte puna juaj e shkëlqyer. Arrestimi dhe arzjesimi i mbi 200 bandave në një harë kohor 18 mujor, që hapi dyert e NATO-s për Shqipërinë. Jam i bindur se do t'jetë puna juaj e shkëlqyer, puna e organeve ligjzbatuese, të policisë, të institucioneve drejtësisë, të shërbimit informativ kombëtar, ato të cilat do të rikthejnë besimin e plot të shqiptarëve tek Shqipëria, tek rendi, tek siguria dhe të partnerëve tanë tek Shqipëria, do të përshpejtojnë procesin e integrimit në Europë. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar. Këtu në sallë, siç e përmendet edhe juve, kemi të pranishëm ish drejtues të lartë